Enea 12 vjeç dhe Klesi 9 vjeç, së bashku me shok dhe kushërin të afërt, kishin dalë si çdo ditë të diel edhe me 3 maj 2026 për të luajtur pranë banesave të tyre private në rrugën Ohri në zonën e Ish-Kënetës në Durrës. Në mungesë të parqeve dhe hapësirave të dedikuara për fëmijët, ata kishin zgjedhur trotuarin si të vetmin ambient ku mund të luanin së bashku. Edhe pse ai nuk ishte një vend i përshtatshëm për fëmijët për të luajtur, ata në këshillat e vazhdueshme të prindërve dhe gjyshërve qëndronin gjithmonë brenda kufive të trotuarit. Ata nuk guxonin të dilnin në rrugë. E dinin rrezikun, e dinin se në atë segment kalonin shpesh drejtues mjetësh të papërgjegjshëm, me shpejtësi të lartë dhe që kryenin manovra të rrezikshme. Në shumë lagje urbane në Shqipëri, fëmijët vazhdojnë ende të luajnë mes makinave, sepse hapësirat publike për ta mungojnë. Trotuaret janë kthyer në kënde lojrash të improvizuara, ndërsa rrugët në korridore rreziku. Në orën 14:04 të së dielës, ndërsa qëndronin së bashku në hijen e një peme në trotuar, një automjet tip Foristrad del jashtë kontrollit dhe i përplas me forcë, pa u lënë asnjë mundësi të reagojnë. Për pak sekonda, loja e fëmijëve u kthye në një tragjedi. 2 fëmijë humbën jetën, një tjetër ndodhet në gjendje të rëndë në spital. Automjeti i kthyer në një armë vrastare drejtohej nga një person që banorët e zonës thonë se njihej prej kohësh me nofkën Bisha. Nikol Radaçi, autori i kësaj masakre, ishte një banor i zonës. Ishte i njohur nga banorët si konsumues i rregullt i alkoolit dhe si një person që lëvizte shpesh me shpejtësi në rrugë ku kufiri i lejuar në atë segment është 30 km/h. Sipas dëshmive të banorëve të zonës për emisionin Unico, më e rëndë është një tjetër akuz. Banorët pretendojnë se e kishin denoncuar disa herë pranë policisë, madje edhe me video, duke paralajmëruar për policinë rrezikun që ky person përbënte për jetën e komunitetit. Sipas tyre, nuk reagoi askush nuk ndërhyri dhe dje 2 fëmijë u vranë. Që kam mësuar unë për ditë një avas këtë problem është këta. I njëjti person është denoncuar? Po. Kanë denoncuar vetë ati, i jep lek çfarë jep, nuk e di çfarë bën. Kalon 2 herë. Lëvizte me shpejtësi, çfarë ndodhte? Po edhe me shpejtësia janë, kishte kaluar jashtë. Mirë, këtu e kanë fajnu këtu rrugët. Po lart këtu, unë kam mall të rrin të ikin rrugë time. Çfarë do bëjmë? Ku do vetë unë këtu? Nga të iki. Po prap këtu ka tabela që tregojnë që ka tabela, këtu. Ku të kaloj unë nga të vete? Mirë këtu kanë faje, ma ju fajnë këtu. Mes rrugës kalova gabim, kalova, po ju këtu. Ke mal dalish në shtëpia. Kalova ty me vrap. Kalova ndoje me vrap. Kjo zonë është tërësisht me fëmijë, lëvizje. Fëmijë kam dhe unë, fëmijën tim kam, unë nuk isha këtu. Po që fëmijët luajnë, janë të kujdesshëm. Erdha na Durrësi këtu, erdha në kam duke qarë. Se thash, jemi tani një zonë, jemi familjar. Ta fëmijët vegjë kam dhe unë. Si unë dhe gjithë tjerë. Unë shoh një lloj shqetësimi të gjithë komunitetit. Po, kam jashtë masës, dhe se o fëmija im. Koj nga shteti, atë rokë ta digi me bezim. Ta digi ta maju se irë. Këta mendoj unë, as gjatë ti të nuk flasma. Se më kanë thënë që kanë vendosur kështu pengesa këtu në rrugë për punën e shpejtësisë dhe i ka heq policia, i ka heq shteti. Nuk e ka heq, e ka heq vetë ai që kalon me vrap. Si ka heq shteti. Kam në unë të rrugita ime, kam në unë i kanë heqër. Kush i ka heq? Ai që kalon me shpejtësi. Ai që kalon me shpejtësi, ti, unë, tjetri.
Gjithmonë eci shpejt, nuk ngalon asnjëherë, nuk respekton as këmbësor asgjë. Ti ke fëmijë vet? Kam, 2, çunë goc, 8 me 4. Edhe do jam detyruar të saj që të lëvizin në rrugë të dalë vet. Ke frikë? Po sigurisht që kam frikë. Po mirë. Sepse këtu kalojnë edhe motorra pa patent, kalojnë edhe makina pa patent. Pra në gjithë Po rrugica. të gjitha rrugica, këtu sipër edhe poshtë. Mu më bën përshtypje që kur vije nga rruga kryesore, por do ke tabelën, ja ke tabelën me 30. Tabela me 30, po atë ke këmbësor, ke vjet bardha. I ke të gjitha, po çfarë ti bësh? Po mirë, çka ka bërë policia për këto? Gjithë Gjithë këto sinjalizime që i keni dhënë ju. Policia këtu nuk ka ardhur një herë. Se ti e kupton që kjo është një rrugë me banor, nuk është një rrugë kryesore ku mund të t'jap dhe ajo që më bëri përshtypje që në fillim është kjo që theti, tabela me 30. Pra që duhet ta kufizohej çdo kush nga këta që lëvizin, duhet ta kufizojnë lëvizin. Ka pas banor që i ka dalë në rrugë, i ka kërcënuar, i ka thënë që mos e shpejt dhe prapë njëri gjë ka bërë. Ky person apo edhe të tjerë? Ky edhe të tjerë, të gjithë bëjnë të fortin dhe të gjithë bëjnë të njëjtin veprim. Kur bëjnë të fortin dhe njoftohet policia, çka ka ndodhur? Po çfarë policia, kush policia këtu? Policia këtu rrit tërnatën, po shikosh këto të bish në darkë, këtu janë leqi beharit nuk bëhet llaf fresh gjum. Po këtu rrit beharit mirë ta banor që janë në vit parë. Vetëm shajnë vërtasin tërnatën. Nezin zjarr aty mes rrugës, as policia si gjë. Nuk ka reagim. Mos ka shans. Ky zotëria, e ke parti vetë ndonjëherë tjetër që lëvizte me shpejtësi këtu? Unë jam banori këtu dhe e njoh. Po. Lëviz. E ke parë me shpejtësi. Sepse kohët e fundit ka tepruar, domethënë pijen ai ka vazhduar me pijen alkolike. Pijen alkolike. Bante dhe muzikën lart? Po, të makinës. Shumë lart. Po sot si e mësova aksident? Sot isha në gjumë, më thirrën Nusja, sepse sapo kalon prindet e mi këtu në rrugë dhe thash shkosh mos është babi se u bë aksident. Kishe frikë që mos ishin prindet e tuaj. Çova me vrap, erdha këtu, kur erdha këtu çat shikoja. Ishte më keq akoma. Çmerr. Ishte më keq akoma. Aksidenti ka nisë që më përpara. Ka im trotuar pa vajtë të fëmijët. Dhe ka zënë përpara dhe shtyllën dhe fëmijët i ka zënë poshtë. Domethënë fatmirësisht ka qenë makina tjetër që ka ndaluar makinën. Po, sepse u dojnë në lokal brenda pastaj. Po nga kamerat e sigurisë duke edhe totalisht i papërgjeshëm, pra ndodh aksidenti, shtyp fëmijët i lë poshtë, del dhe ikën, po. Gjatë gjithë ditës së diel, policia e Durrësit dhe policia e shtetit u mjaftuan vetëm me një njoftim paraprak me 2 paragraf, ku thuaj se shtetasi NR 57 vjeç kishte aksidentuar 3 fëmijë dhe ishte shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme. Por pyetjet reale mbeten pa përgjigje. Kur u arrestua konkretisht pasi ajo i largua nga vendi i ngjarjes, kur u kap, kur u bë testi alkoolit, sa kohë kishte kaluar nga momenti i aksidentit. A ekzistojnë denoncime të mëparshme ndaj tij? A janë verifikuar nga policia pretendimet e banorëve? A kishte precedent të tjerë në drejtimin e automjetit në gjendje të dehur? Për orë të tëra, institucionet heshtën, as policia e shtetit, as Ministria e Brendshme, as Agjencia Mbikëqyrjes Policore, as Prokuroria e Durrësit, as një konferencë për shtyp, as një transparencë, as një llogaridhënie publike për një tragjedi që tronditi mbar vendin, ku të sqaronin pikpyetjet e shumta që brenda 1 ose 2 orësh mund t'i mblidhnin nga sistemet e tyre, se sot jetojmë në botën digjitale ku përditna propagandohet digitalizimi i të dhënave dhe ankesave dhe kallëzimeve, shkeljeve administrative e tjera. Krejt ndryshe nga sa ndodh në vendet e botës demokratike, ku detyra institucionale shihet si një përgjegjësi dhe llogaridhënie ndaj qytetarëve, drejtuesit tonë të institucioneve përgjegjëse heshtën. Nuk guxuan dot të flisnin dhe të sqaronin jo vetëm komunitetin e lagjës 15 të Durrësit, por që të sqaronin të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, se çfarë ndodhi dhe cili ishte backgroundi. Policia duhet në çdo njoftim që do marrë duhet të paraqitet sepse sipas tre që kanë dëgjuar nga banorët këtu, është marrë telefon policia për raste të tjera, jo të këtij, por edhe të këtij. Edhe të këtij thon banorët. Nuk e di. Edhe të këtij thon banorët. Dhe nuk ka policia. Nuk ka. E dyta, para se më ndodh ky rast, kushdo drejtues mjeti tjetër. Kushdo drejtues mjeti. Ka ndodhur diku ke policia, o për pije, o për shpejtësi, ose për pije, për shpejtësi, për gjitha do të marrë shteti. Ajo është një mesahat çdo ditë për komunitetin. Shteti ka regjistruar këtë variant. Çka ka ndodhur me pengesat, me policat e shtrirë? Pengesat që kanë lokale këtu e kanë marrë pengesat, lokale atje kanë marrë pengesat, aty poshtë ku ka ndodhur aksidenti. Po, edhe lokali pa që kanë marrë. Pra pengesa në rrugë që kufizoi disi, litar. Litar ka marrë, vinë në shteti, ja heq, vinë njerëzit që kalojnë me shpejtësi, ja heqin natën dhe ikin.
asnjë reagim, asnjë gjë. Ja, ndodhi kjo që ndodhi tani. Ku është shteti tani këtu? Janë 3 fëmijë të vegjël. 3 fëmijë. Po, ku është shteti? Asnjë deklarat, as policia, as shteti. Ku janë? Asnjë shef atë. Shikon vetëm ata të hallit. Çuditërisht për ngjarje të tjera dalin, ndërsa për të ngjarje unë nuk pash asnjë të reagonte nga 20 makina policie këtu. Ishin 20 makina policie këtu, tani s'ke një që t'jap një deklarat, një ngushëllim paktën. Në zonën e Konetës, në lagjen 15 në Durrës, vijojnë të priten omazhe për 2 viktima. Enea dhe Klesti nuk jetojnë më. Kishin dalë për të luajtur me bashkëmoshatarët e tyre dhe nga një person me shpejtësi të lartë janë goditur për vdekje. Një ngjarje e cila ishte e paralajmëruar. Të gjithë banorët me të cilët kemi komunikuar thonë që zotëria, autori i aksidentit, e ka patur të përsëritur lëvizje me shpejtësi në një rrugë e cila është e pajisur me tabela për lëvizje përkombësor dhe tabela për kufizim shpejtësie në 30 km/h. Përse nuk ka vepruar shteti? Përse nuk është reaguar dhe përse nuk janë marrë masa që si ky person, autori i ngjarjes, dhe persona të tjerë që kanë lëvizur me shpejtësi të mos ndëshkohen nga autoritetet shtetërore. Është një gjë e cila do duhet ketë një përgjigje dhe do duhet ketë një përgjigje të shpejtë nga policia e shtetit se çfarë nuk ka funksionuar në drejtorinë vendore të policisë Durrës, në komisariatin e Durrësit apo në hallkat e tjera të sigurisë rrugore dhe përse nuk janë marrë masa për të parandaluar lëvizjen e këtyre personave në rrugë. Në radhë parë jemi në shkoj policia. Që ka marrë lajmërim dhe nuk ka ardhur. Herë të tjera. Po shumë herë, jo 3-4 shumë herë. Është për folur zonë me të tjerët. Ky person i kanë thonë 3-4 komshinë e mi, jo nuk e kemi. Po edhe ka vazhduar të njëjtën gjë. Po familja ti ka reaguar, ka marrë informacion familje. Nuk kanë çfarë të bëjnë. Kryet familjar, është kryet familjar vetë, nuk ka. Kryet familjar vetë. Kush do të korrigjoj? Po SPZ-ja zonës, mirë kryet familjar, okay, vetë, fëmijët s'kanë pas çfarë të bëjnë ose bashkëpunëja. Po SPZ-ja zonës, pra polici i zonës. Po s'ka marrë pas asnjëri. Dolën pinë kafe bashkë vend tjetër, i mbyllin andej gjëra se këtu do i mbyllin ata. Se çfarë kanë thonë aty nuk e di dhe kanë shkuar prapë. Dhe të njëjtën gjë. Po, të njëjtën gjë. Kjo është problemi këtu. Sepse nuk ka shtet për marrë masa sigurt. Lëviz kanë me shpejtësi. Ka pra, ka goxha. Ke pa patent me motora që rrin të natë viu, nuk flet dot gjumë. Ka shumë gjëra më. Kjo është e përherë. Ka shumë gjëra. Edhe nga shumë të tjerë, po ky ka qenë më tipik. Po leje ato gjërat e vogla, po ti po shtret. Por të vrash ato erdhi e madhja. Të vrash 3 fëmijë nuk është edhe gjë e vogël aty. Nga gjërat e vogla që po ishin për dita, erdhi kjo e madhja. Se ishin si atë vogla, asnjë gjë si atë vogël. Ne kemi qenë shumë e vogël, se kjo është e vogël. Se këtu kemi 2 viktima, një tret po lufton me jetën. Familje të shkatruar, jetë e ndërprerë në mes, domethënë janë në lulet e rinisë, është gjynaf. Po gjynaf, dhe sikur ta ketë bërë borxh, ajo nuk bëhet. Reagimi i vonuar, por sërish gjysmat. Vetëm pas më shumë se 18 orësh nga ngjarja, policia e Durrësit publikoi një komunikat me tekst në rrjetet sociale ku konfirmoi se testi i parë i alkoolit ndaj autorit kishte rezultuar 0,73 mg per litër, testi i dytë 0,70 dhe autorit ishte marrë gjithashtu kampion gjaku për ekzaminim toksikologjik. Policia deklaroi gjithashtu se shkak paraprak dyshohet për ngjarjen humbja e kontrollit të automjetit si pasojë e drejtimit në gjendje të dehur. Po në këtë komunikim u bë e ditur se drejtuesi i mjetit ishte ndëshkuar vetëm 2 herë, ku për herë të fundit në vitin 2022 ishte ndëshkuar për tejkalim shpejtësie me pezullim të patentës për 1 muaj. Sërish shumë pyetje pa përgjigje, por ky pohim i policisë vërteton indirekt atë që banorët e zonës thanë se megjithse kishin njoftuar disa herë kohët e fundit se Nikol Radaçi drejtonte mjetin e tij me shpejtësi tej normave të lejuara dhe në ndikimin e alkoolit, ndaj tij nuk ishte marrë masë ndëshkuese. Këtu dyshohet se ka qenë momenti i parë kur automjeti i drejtuar nga Nikol Radaçi ka dalë nga rruga dhe është ngjitur në trotuar. Në vendngjarje duken qartë shenjat e gomës së krahut të majt të mjetit, e cila është ngjitur mbi trotuar në një distancë nga vendi ku ndodhi përplasja fatale. Distanca e përafërt nga vendi ku qëndronin fëmijët është rreth 30 metra.
Siç shihet dhe nga pamjet, për shkak të shpejtësisë së lartë dhe forcës së përplasjes, automjeti ka shkulur nga vendi dhe një shtyllë të ndriçimit publik. Vetëm një automjet i parkuar pranë lokalit ka shërbyer si barrierë mbrojtëse për ta ndaluar mjetin, pasi me atë shpejtësi, automjeti i autorit mund të kishte përfunduar brenda lokalit ku kishte edhe qytetarë të tjerë. Nëse banorët e kishin denoncuar vazhdimisht, përse nuk u morën masa të tjera? Kush nuk veproi? Kush i shpërfilli sinjalizimet e qytetarëve dhe a mund të ishte parandaluar kjo ngjarje? E kam dy nipçet e mi, ata kalamaj janë, po tash duhet të rrugë dhe shoferi për qark. Dale tash Tu kushtrohet ai atëherë do të veproj shteti. Shteti ju thoni është inegzare. Asnjë tik fare. Se edhe me tela po ta bësh siç ka tela. Ore shok, edhe një hutu ngulish aty nuk e drejt. Po. Kalamaj diço, jo, kalamaj që ata kanë qenë ulur këtu. Ka qenë ulur këtu? Ulur këtu. Nuk kanë qenë në rrugë. Fëmijët, ka qenë ulur në Po trotuar. në trotuar janë. Në trotuar po. Dhe tabela atje poshtë, ja, më fal, tabela atje poshtë thot 30. Në vend në zona urbane është 40, këtu thot 30 e ke akoma më tulët. Po pra. Dhe kur e shikon ka njerëz gjithë ky komunitet se nuk është rrugë kryesore, prandaj po themi. Edhe neve na Ti vjen pa çudi. shikon që të ecësh me 30 në çdo lloj rasti, ti të ndalosh edhe sikur të dalë njëri në rrugë. Do të vish ti këtu. Jo, tu manovrosh. Se s'është rruga jote, s'është më rruga e makinës, apo jo? Jo, rruga është te vija bar. Deri ke vija bar dhe ka makina. Po. Pra edhe sikur të jetë kështu, prap ai person është përgjegjës. Mendimi Puna jonë. është këtu që këto aksidente dhe frika e madhe është se trajton si një aksidente, gjëra këtu duhet trajton si vrasje. Po ajo vrasja e kaluar Është është. përsëritur, nuk ka asnjë herë. Vrasje. Vrasja e kaluar, çfarë do Se të nuk mund dënohet një person me 3 vite, me 2 vite burg për këtë gjë. Për mendimin tim, ajo do të shkohet. Makarona aty, zjarr tash gjithë popull. Jo. Meshme familjarët, Po. Po su muar, Si ja u kthe njëri të afërm. po su muar masën dhe shikimore që të mos përsëritet më Kush këtu në arsimi Shqipëri s'ka nuk nxënës, kush është. arsimi për këtë nxënës, ku është? Në Veroja nuk Ku ishte është shteti? bëhet Shteti ligjin me arsimi varje. ku është për këtë nxënës? Ku është për ta fëmijët vegjël? S'ka. Shajnë në Veroja, ajo kishte ligjet. Po s'ka lidhje me Enver Jo, unë nuk zbatoj ligji pra. E ligjit. Ku e ke shtetin? Dhe kur banorët nuk janë Por treguar shok, ku e ke shtetin? Shteti bën ligji. Tash i tim 3-4 muaj unë akoma të njëjtin gjë. Atëre Po për çfarë vjen shteti këtu atë? shteti ta ndishkoj jashtë masës. Po për Shteti vjen vetëm për gjoba, për të marrë taksa, për të marrë Ai lekë. taksat e asaj, porteri, por asgjë tjetër. Po kur u përmbytet ç'a ndodhi? Asgjë s'ndodhi. Ja, ky është një. Ky është një. Erdhi një ashtu. që kam me vritja dhe gjitha se Gjë Erdhi një po porteri pa kujt aty. Jo që të gjitha, çka kishte brenda, po ke shtetin asgjë. Unë ndjes Çfarë po pjatë. them, ti vëni një beton këtu e vin shteti direkt. Një beton të edhe këtu, vin shteti e dorë e gjobit. Marrën lekë po të Ne jemi në mëshirë të fatit. Marrën 300.000 lekë, ne po më ndërtojmë ti në 500.000 lekë. Ore, jemi në mëshirë të fatit. Kjo është Ne problemi. na ruan Zoti, se Europi nuk çan kot. Rrugët janë bërë, nuk është se janë Ore, nuk çajmë për rrugën. Më mirë mos ishin bërë. Ore ka ndërçim. Më mirë mos ishin bërë se nuk shkojnë ashtu si çmendë. Ai pin mund brirë dhe s'di me çfarë marshi ikëm atë. Dalo vëllai nuk. Un po të kisha qenë në moment, un atë do të bënte çfarë donte shteti. Nuk u falet. Hiqe qafë atë. Ai ikën nga Po iku. aksidenti totalisht i Ai bori atë dhe iku, ai doli nga makina iku, ka buku ku me doli. Janë në makinë, vitë iku. Hapë derë. As nuk mundu ti Dilon se kalamoj në gomat e tiki sholla i kjo falet. Po mi që s'pa njeri se do të kishin zhdukur që në vend atë, dhe mirë kishin bërë. Nuk, marrë 3 njerëz dhe aty të ashtu, jo. Bidon të zindon. Që vënda është prej as hasmit, mos ja uro këtë që kanë bërë. Ore, normal. Me këto hasmi po hasmi do të merret. Çatat e ngritë me viktimat, çfarë bësh? Më shta bora borçun ti me mua mund ta merresh. Do merresh me e ka fjalë sikur ta kish asfari. Do mi top kalamon. Atë ka bërë pija, se ka bërë me vetë ai. pija e ka për të përsëritur zotëri. Po përsëri. Po, pra, Përhershëm pra. Kthehesh në një armë të rrezikshme për komunitetin. Po, o shumë. Pija, nëse pi të shtëpia, po ti kthehesh për qytetarin. Po, Mos i vën timon. Mos t'ja lëm Mos i pijës. vën timon. Jo. Se këtu komuniteti ka reaguar se do ishte ndryshe, po që se komuniteti do ishte indiferent. Ta shikonte atë zotërin me makinë që vinte her pas here, i pishëm me shpejtësi, s'ka reaguar komuniteti. Këtu gjithë komuniteti ka reaguar. Ka marrë telefon polici. Po. Dhe askush nuk Shteti ka s'ka marrë reaguar. Po Do jam përballë me njerëz që ecën shpejt. Po kontroll, nuk dalin shikojnë ku shpejnë kështu. Shikojnë në shtëpi apo boltën shpejt futën lekën zep. A për ndërtime pa leje. Ndërtime, ndonjë Po për ato. Një blok të vonë, ose një shi në porte. A ka përgjegjës për këto vjet që mbahen për rrugët?
Kur fshihen vjet e bardha, për shembull siç janë fshirë gjithandej, a ka ndonjë që paguhet për këto taksat e tona? Që ti lyjnë, ti zbardhen. Çfarë mungon boja shtetit? Prapse prapë nderuar, vijat nuk do ta parandaloni, se ti ke tabelën. Të kuptoj, po prap duan sinjalistika duan. Një shpejtësinë ato, policat e shtrirë, ato. Komandon te pia. Nuk i vën pra. Unë i kanë hequr këta. Po heqin litar, ato kanë qenë litar që i kemi vënë vetë banorët. Po pra, vetë banorët. Sepse s'kan çfarë bëjnë, zgjidhin njerëzit derë nuk mund zgjesh. Pse të zgjidhin? Prandaj Po s'ka zgjidhje. Nuk ka zgjidhje. Po kemi kështu ne, po s'ka zgjidhje. Nuk bëhemi njerëz ne. Nuk ka zgjidhje. Po nuk bëhemi ja, na. Biru. Do bëjmë po mbaj përveç se ti do të mbaj dhe ata që s'kanë reaguar për këtë ngjarje. Po s'ka reaguar asnjë, po s'ka një shteti. Nuk ka një shteti të reagojnë. Ne po e përsëritim. I para dhe mua tek atë. Jo se ka zgjatur të gjithë me atë shtetin atje, jo me ne. Në kuptimin, në kuptimin e kësaj shtetin do merre, patjetër do ngren problematikën, se kjo unë ta thash vetë i parë, që këtu deri në këto orë, pra po bën gati 7 orë nga ngjarja, duhet kishte një reagim, jo vetëm 2 rrjeshta të shkurtër. Kush është ky person? Se s'është përgjigj policia lokale, komunitetit, se nuk është komunitet i vogël këtu. Po është gjithë rrugica me të gjithë plot të banuara, pjesa më e madhe dhe rrugë. Jo, të banuara 100%, këtu e ke 100% banuar, se do s'ke shtëpi bosh. Kontekst nuk po flasim për 2-3 shtëpi episodike. Dhe ata vetëm që shteti duhet të reagojë. Nuk e marrë vesh. Do presim dhe në vijim dhe do duhet ta sensibilizojmë të gjithë së bashku këtë problematikë, se kjo ngjarje ka ndodhur dhe shumë e rëndë. Puna është shumë do marrë dëshkimin ata që kanë kryer dhe mos përsëritet më kjo ngjarje këtu. Se kjo kështu në këtë lloj forme mund përsëritet prapë nga një vrasës rrugës si puna. Dhe njëherë ne po e themi, nuk është i vetmi që ecë shpejt. Po pra, nëse ti thu nuk është i vetmi, kjo ngjarje mund përsëritet. Po kjo është problemi, na që merr masat pra. Të rish pa gjumë tërnatën sepse mlidhen e bëj zhurmë. Nëse le çojmë burr. Normalisht pra do të reagojë. Po pra, po nuk reagojnë asnjë pra. 20 zjarë të natën aty që rrin 20 zjarë me fuqi, arrin të natën aty. Ne flesh gjumë s'flet dot gjumë valla. Tu mos sa shoh janë njerëz e familje që e kanë bërë me djerse me punë. Po ajo do të keq. Po çka ky ka ngjitur. E mos ke qenë. Ky ka ngjitur atë, por dita ka zhurma e çara aty që s'flet dot shtëpia valla. Nuk flet dot gjumë. Këtë zonë si geto. Se kjo nuk është geto. Kjo është me familjarë të nderuar, të cilët jetojnë, punojnë edhe po çojmë gjithë në orën 6 për të ikur me familjen. Po mënyra se si ju ma interpretoni gjithë atë këto policia është totalisht e çlokë. Tu është jashtë loje. Ne ikëm nga vizet e thella, po një më të mirë. Këtu po na dhe nuk ka lidhje shteti fare. Kjo që aty ku ishte pak të nuk ishte ka lidhje. Po vërtet. Po Gradeci, zakonisht nga cilat zonë? Gramsci po jemi aty bashkë. Jemi në Gramsci, Përgades, Mirdit, Tropoj. Kemi të gjitha llojet e zonave këtu. Lloj. Keni jetuar në harmoni. Jemi shumë mirë. Nuk kemi patur, debat nuk kemi patur. Shkojmë shumë. Jo. Vetëm kjo na shes. Asi problem, vetëm këto janë problemet. Vetëm kjo pjesa e Kjo pjesa e Po kjo sepse ne borrisim fëmijët. Aksidente kanë ndodhur më përpara këtu me të dëmtuar. Si të thash pra që jo me të dëmtuar jo. Me ata që ra në kanal, në shpejtësi e tepërt. Makina vetë kanon. Fund të rrugës. Po te gabina aty kanon kanal. Po vetë të kokën e s'kam galu. Kjo që ndodhi mos ndodhi. Po ai me atë shpejtësi mund të kanon njëri. Po ka kap njëri në rrugë sepse ti duhet ndalojë, ke edhe një tabel stop aty. Ka ngran kokën e vet. Kryesore duhet ndalojë. Ka ngran kokën e vet kanon kanal. Tjetër nuk ka pat. Ai hëngri kokën e vet, këto tjerë. Po kjo është e keq. Ne këtë çajm. Ne këtë çajm. Kjo mos na ndodhte më. Policia e shtetit për të shfryrë tensionin emocional të ngjarjes u kujdes sërish pak orë më vonë me një komunikat të shpërndar në rrjetet sociale të theksonte se ishte pezulluar zinxhiri drejtuesi i policisë Durrës, ndërsa sërish nuk tha asnjë fjalë për telefonata denoncuese të mëparshme të qytetarëve që kishin rënë në vesh të shurtë. Neni 21 kushtetutës së Republikës së Shqipërisë përcakton qartë: jeta e personit mbrohet me ligj. Atëherë, pyetja është e thjeshtë: ku ishte shteti kur qytetarët kërkonin ndihmë? Ku ishin institucionet kur komuniteti paralajmëronte rrezikun? Çfarë bën ato për të mbrojtur jetën e këtyre fëmijëve? Hetimi nuk duhet të ndalet vetëm tek autori i aksidentit. Prokuroria e Durrësit duhet të verifikoj çdo denoncim të mëparshëm të banorëve, çdo telefonat, çdo raportim dhe çdo mosveprim institucional. Nëse paralajmërimet kanë ekzistuar dhe janë injoruar, atëherë përgjegjësia nuk është vetëm
individuale, por edhe institucionale. Ngjarja e 3 majit nuk duhet trajtuar si një aksident i zakonshëm rrugor. Kjo është një tragjedi e paralajmëruar dhe përveç autorit që drejtoi automjetin në gjendje të dehur dhe të papërgjegjshme, përgjegjësi duhet të mbajnë dhe ata që nuk vepruan kur kishin mundësi të parandalonin këtë katastrofë, sepse 2 fëmijë nuk humbën jetën vetëm nga një shofer i dehur. Ata humbën jetën dhe nga një sistem që nuk reagoi në kohë për ta parandaluar atë.